U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit tonë, që kishim Naser Miftarin, profesori i cili foli gjëre gjatë lidhur me turneun që është organizuar në shkollën e mesme Zeflush Marku. Tani kemi ne në shtëpinë tonë, përveç që jemi si televizion, ne kemi edhe radion e cila ka festuar 81 vjetorin të themelimit të saj. Dhe sot me mua në studio kemi producentin e Radio Shkupit, Nejmedin Shaqiri. Mirë se erdhe i nderuar edhe një herë kësaj radhe jo në radio, por në televizion. Po, faleminderit shumë për ftesën, edhe juve, keni kontribu shumë realisht që çdo përvjetor ne ta shënojmë në mënyrë dinjitoze edhe ditën e radios. Çfarë do të thotë konkretisht të themi për ju ky përvjetor për Radio Shkupin? Ky përvjetor Radio Shkupin në 81 vjet e gjen realisht me staf të konsoliduar vazhdimisht, edhe pse teknikisht ne ende jemi me një teknik ende më të vjetër, mirë po ne realisht punën e kryem si stafi i gazetarëve, redaktorëve dhe i teknikëve, por edhe i producentëve, e kryen në mënyrën më të mirë të mundshme me ato kushtet të cilat i ka për momentin. Shpresojmë që në të ardhmen të përmirësohen kushtet edhe në radio, duke pas parasysh se më veç po avansohen teknikisht të gjitha radiot botërore, po edhe nepse jo, që të kemi realisht të arrim efektin e duhur që radio të jetë impact në publik. Atëherë do flasim edhe pak më vonë për këtë pjesën e teknologjisë. Si e përjetoni ju sot rolin e Radio Shkupit, pikërisht në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare? Ne vazhdimisht kemi ruajtur edhe traditat e të parëve të Radio Shkupit që para 80 viteve, duke pas parasysh se kanë kaluar edhe shumë gjenerata në radio, ne vazhdimisht edhe sot ruajmë kulturën, traditën dhe cilësinë e çdo këngë që emetohet në radio. Ne kemi ende ato emisionet të cilat janë kulturore, arsimore, edukative për fëmijë dhe edicionet informative, të cilat vazhdimisht shohim që të ketë cilësi dhe të ruajmë gjuhën, kulturën shqiptare dhe tek muzika, nëse flasim për shkak se apo radio është 70% muzikë, ndërsa pjesa tjetër 30% që i bie të jetë foliore dhe me emisione, dhe në këta rast kemi bashkëpunëtor muzike i cili vazhdimisht kontrollon çdo, ndoshta edhe tekst muzike që në eterin e Radio Shkupit të mos ketë këngë të cilat janë denigruese, fyese apo shqetësuese edhe për kategori të ndryshme të qytetarëve dhe dëgjuesve tanë realisht. Dhe kjo është për të përshëndetur, se e dim që kohët e fundive tani më tekstet e këngëve mos flasim për atë. Po realisht unë jam i tmeruar, po edhe mirë që punoj dhe me një institucion ku realisht kjo cilësi ruhet, kjo nuk dis edhe ndoshta si ta them, thjesht ruhet cilësia e muzikës shqiptare. Ndoshta është edhe e re, mirë po kur ka përmbajtje të mirë, pse mos të emetohet, mirë po kur ka përmbajtje të keqe, ne nuk e emetojmë, ato kanë kanale tjera ku emetojnë, por realisht është fatkeqësi edhe për fëmijët tanë dhe gjeneratat e reja të cilat çka po dëgjojnë. Pikërisht. Mund të na thuash, Nejmedin, që çfarë bën Radio Shkupin më të veçantë apo të themi më të dalluar nga radiot e tjera? Nëse flasim për mashoninë e veriut, Radio Shkupi është i veçantë vetvetiu, pasi është radio kombëtare me emisionet të lloj-llojshme dhe ka redaksi, realisht ka redaksi të gjitha zhandreve dhe sektoreve, edhe për shembull radio tjera jo që nuk kanë, ndoshta, por nuk kanë përmbajtje të tillë siç e ka Radio Shkupi në mashoninë e veriut, duke filluar që nga programi i mëngjesit që fillon nga ora 7:30 minuta deri në ora 10:30 minuta, dhe brenda saj kemi emisione, edicione informative, kemi edhe rubrikat e ndryshme. Më pas fillojmë edhe me pasditën, ku kemi gjithashtu edicionin qendror informativ, po ashtu kemi emisione. Çdo javë në Radio Shkup emetohen nga 14 emisione, të cilat
disa ndoshta janë drejt për drejt, ndërsa disa shkojnë edhe të incizuara. Mirë po nuk janë pa përmbajtje në brendësinë e saj. Dhe kjo ndoshta e bën më të dallueshme nga radiot tjera komerciale të cilat janë në Maqedoninë e Veriut. Një pikpyetje e cila edhe e vështirëson ndoshta punën e radios dhe tjetë edhe më e veçantë është pjesa e 24 orëshit që shpresojmë ta kemi ndonjëherë. Në të ardhmen, se vazhdimisht në çdo përvjetor realisht e urojmë këtë pjesë, për shkak se edhe dëgjuesit edhe na shkruajnë në për rrjetet tona sociale që thjesht kur do të bëhet ky 24 orësh, pasi kemi edhe realisht lëvdrata të shumta në pjesën e përmbajtjes së radios. Dhe kjo është për të përshëndetur gjithmonë. Mirë, shpresojmë që në të ardhmen pse jo të kemi 24 orë Radio Shkupin që punon dhe vepron dhe dëgjuesit të them të kenë çfarë të dëgjojnë dhe muzikën ta shijojnë muzikën e mirëfillshme. Pa ndërprerje, siç e thekë se 70% e radios. Kjo pjesa e 30 minuta deri në orën 3 apo 15-30 minuta ne kemi domethënë përmbajtje të redaksive tjera të bashkësive tjera etnike. Në çmentim, pasi që ju jeni edhe producenti Radio Shkupit, sa i rëndësishëm është ky rol për radion? Çdo medium mendoj që duhet të ketë producent e para në stafin e vet, edhe Radio Shkupi ka producent, unë jam dhe është kolegja tjetër e cila është Angelina Marko, ajo vazhdimisht mirret si zakonisht me programin e mëngjesit, kurse unë merrem me pjesën e pasditës, kemi ndarë këtë se jemi vetëm 2, dhe përveç kësaj unë punoj edhe si redaktor dhe gazetar në edicionet informative. E rëndësishme është pasi organizimi në radio për çdo emision patjetër se duhet një producent i cili duhet organizoj mysafirët, duhet organizoj studion, duhet organizoj teknikën, duhet merremi vesh për gjithçka derisa të vijë deri tek finalja e një emisioni apo një edicioni informativ apo një rubrike. Edhe kjo realisht thash, edhe kërkon përgjegjësi, edhe teknikisht, producenti merret realisht edhe me materialet harxhuese të cilat i shfrytëzon një medium. Në këtë rast edhe ne si radio kemi ato materialet harxhuese që nga letrat deri tek teknika të ndryshme, të cilat duhet të furnizohet servisi i tretë publik apo Radio Shkupi me ato materiale që të funksionoj edhe të ecë puna ashtu siç duhet dhe të kemi produkt final. Në zhvillim ne e dim që në radio zakonisht vetëm zëri dëgjohet. Por çfarë ndodh pas mikrofonit që dëgjuesit zakonisht nuk e shohin, por është thelbësore për një program të themi cilësor? Ne nuk shifemi, por kemi përgjegjësi shumë të madhe për atë që themi. Thjesht se shpesh ndoshta edhe mes kolegëve bisedojmë dhe themi që ju në radio ndoshta e keni më lehtë për shkak të se s'keni ju kamera, nuk ju incizojnë, mirë po përgjegjësia e një gazetari, konkretisht them, për të realizuar një kronikë të nevojshme i duhet një shkrim më ndryshe se në media tjera, pasi në televizion përshkruhet një rast me pamje, mirë po në radio mund të shihet. Në radio duhet patjetër ti ta përshkruash që t'ja krijosh imagjinatën dëgjuesit se çka ndodh me atë ngjarje. Në studio patjetër duhet të jesh i përgatitur, njëjtë sikur ne vim në këtë studio këtu, edhe emocionalisht që thjesht vokabulari jot apo edhe zëri jot del ashtu siç duhet të tingëllojë në një radio. Dhe realisht është një përgjegjësi shumë e madhe edhe për gazetarët në radio, por edhe për stafin tjetër teknik, ku kemi edhe teknikët të cilët vazhdimisht duhet të jenë përqendruar në atë se çka thot gazetari apo moderatori brenda studios dhe ky ta përcjell në miksetën të cilën e ka teknologjinë përpara dhe të reagojnë në momente të duhura. Pasi që ceke se duhet një çfarë lloj bashkëpunimi të ketë, sa është e rëndësishme puna ekipore mes producentit, moderatorëve dhe të themi teknikëve të zërit? Patjetër se duhet, në çdo emision ne diskutojmë për çështje të ndryshme të cilat duhet të bëhen për të realizuar një emision dhe në këtë rast ne mblidhemi dhe e diskutojmë se për shembull si producent patjetër e kam të pyes moderatorin nëse
dhe kush është mysafiri i cili do të vije në emisionin e ti, dhe unë realisht në këtë rast organizoj pjesën e ardhjes, kontakteve dhe deri tek pjesa e hyrjes në studio, ku atëherë merr përsipër realisht brenda studios edhe gazetari. Mirë, po edhe unë me teknikun vazhdimisht koordinohemi se në cilat momente duhet të kapet moderatori dhe cilat momente duhet kapet edhe mysafiri me pjesën e zërit. Pastaj ne kemi bashkëpunim edhe me redaktorin apo gazetarin e muzikës, i cili varësisht cilat temë trajtohet në emision, atëherë edhe kërkojmë edhe muzikën të cilën ti përshtatet edhe emisionit. Për shumë nëse kemi një emision shumë serios, nuk mund të lëshojmë një këngë e cila është paksa më moderne, dhe thjesht mundohemi ta përshtasim edhe këtë pjesë. Edhe këtë pjesë. Në zhbetini mund të në thuash se si ka ndryshuar, sa ka ndryshuar të themi Radio Shkupi ndër vite dhe çfarë do të thotë për juve, ju personalisht si e keni përjetuar këtë ndryshim? Unë që 22 vite jam në radio televizionin e Maqedonisë, se fillimisht kam punuar edhe unë këtu në televizion, po një vit nuk ka qenë shumë. Më pas shumicën e kohës e kam në radio dhe ndryshime mund të them që ka pas, nuk është që nuk ka pas në aspektin se kur kam ardhur për shembull ka pas funksionim me shirita. Më pas jemi modernizuar me diktafon digital. Tash as diktafonat nuk na duhet një celular i cili ka aplikacione të ndryshme për inqezimin e zërit, pothuajse edhe drejt për drejt mund ta marrësh me telefon. Dhe këtu kemi ndryshim të nuk kemi thjesht të pjesa e studios qendrore dhe regjisë kryesore, e cila bën shpërndarjen e valve të radios, dhe këtu thash edhe më herët që shpresoj të ndodhe edhe kjo, që edhe ne jemi në hap me kohën me radiot botërore të cilat po shfrytëzojnë në maksimum të gjitha avancimet teknologjike që po ndodhin në botë, duke marrë parasysh edhe pse mos tjetë më edhe një pjesë e radios të emetohet edhe vizualisht. Kjo ndoshta se kam dëgjuar që ndoshta e hup efektin e radios, mirë po mendoj që ajo do t'i ndihmoj radios të arrijë edhe publicitetin e nevojshëm, për shkak se problemi më i madh te radio tash është disperzimi i informacioneve të cilat i kemi, mirë po nuk arrin kulmin e dëgjuesmërisë apo impaktit në publik. E shohim që kohët e fundit shumë radio e praktikojnë këtë pjesën që vizualisht të dalin online në rrjetet sociale, në për webfaqet e tyre, dhe që përderisa gazetari ka një emision dhe shihen edhe ajo. Në çfarë lloji do na afroheni ju nëpërmjet të televizionit? Jo, mendoj që këtu duhet ndoshta bashkëpunimi jon ndërmjet dy serviseve, servisit dytë programor të televizionit edhe servisit apo tretë të radios. Patjetër. Edhe këtu mendoj që mund të bëjmë punë shumë më të mira bashkarisht. Në të ardhmen mund të kemi një emision të mëngjesit së bashku, pse jo? Një pjesë të emisionit për shembull mund të shkojnë nga radio, një pjesë këtu, edhe ka forma të ndryshme të funksionimit të mediave. Pse jo, se serviset botërore mburen me atë që kanë edhe një radio në kuadër të servisit ose televizionit. Edhe ne pse jo, mos të mburemi që kemi njëri tjetrin këtu dhe mund të bëjmë diçka më të mirën. Sa ka ndikuar zhvillimi teknologjik në mënyrën e prodhimit të programeve? Shumë, thash edhe më herët, thjesht ka ndryshuar, është lehtësuar në disa pjesë, mirë po është vështirësuar për disa të cilat ende nuk kanë arritë të updatehen apo me teknologjitë e reja. Tash një më herët nëse është dash për shembull shiritin ta sjellësh prej ngjarje deri në studio dhe më pas në kohë reale ajo të merret në regjinë kryesore dhe më pas të montohet, tani kjo është bërë shumë e lehtë me këto telefonat e mençur, të cilët mund edhe ta montosh kronikën drejt për drejt në telefon, ta inqizosh edhe nëpërmjet maileve të ndryshme apo aplikacioneve të ndryshme të merret në regjinë kryesore dhe të emetohet në program. Kjo është një lehtësim shumë i madh për gazetarët, për ata të cilët kanë aftësi realisht për t'i përdor. Mendoj gjeneratat e reja ende më shumë do të avancoj këtë pjesë edhe do të kenë edhe shumë më lehtë për t'u adaptuar me programet. Në fillim e potencove që radio nuk ka
kushte ashtu siç duhet apo siç e meriton. Mund të na thuash se sa e vështirë është të ruhet cilësia e programit, duke u bazuar në kushte sfiduese apo me burime të kufizuara? Cilësia në këtë rast nuk preket me kushtet të cilat janë teknologjike. Ne këtu bëjmë fjalë për disperzimin apo shpërndarjen e informacioneve dhe emisioneve të cilat mendoj unë kanë shumë përmbajtje të mira dhe pse jo që të arrijnë në më shumë dëgjues dhe njerëz informacionit e cila përpunohet në radio. Dhe këtu them, thjesht nuk është problem cilësia. Ne cilësinë vazhdimisht e kemi ruajtur që nga fillimi deri më sot, edhe cilësia ndoshta mund të them që ka problem për shkak të përquesve të valeve të cilat në vetura, kur fillon të dëgjosh radio, ndoshta cilësia e radios vjen pak më e dobët për shkak digitalizimit të rrjeteve. Ndërsa te media tjera e kanë vërejtë, realisht e radio tjera, që cilësia e zërit, për shkak se ata vetëm se i kanë digitalizu edhe rrjetën e shpërndarjes valve, ata e kanë cilësinë shumë më të mirë, thjesht këtu çalojmë pjesa e cilësisë. Mirë po, të pjesa e përmbajtjes nuk ka. Thjesht është ruajtur ajo përmbajtje dhe ajo cilësie e komunikimit të gazetarëve me dëgjuesit. Me dëgjuesit. A ka ndonjë emision apo projekt për të cilën ndiheni krenarëve finalisht? Kemi shumë projekte, mirë po ndër to do ta veçoja emisionin Pa Kufi, i cili është ndërmjet 3 studiove kryesore në Prishtinë, në Tiranë dhe në Shkup, dhe 3 vitet e fundit kemi inkuadruar edhe Radio Podgoricën, e cila është e Malit Zi, mirë po ata shkojnë me një pjesë të incizuar të emisionit, pasi në kohën kur emetohet drejt për drejt emisioni tek në ora 16-30 minuta çdo ditë, ata nuk kanë program të drejt për drejt. Dhe për këtë shkak kemi inkuadruar me inqizim dhe së fundmi me producentët e Radio Kosovës dhe Radio Tiranës kemi arritur që ta thjeshtësojmë edhe punën e lidhjes, paraprakisht kishim edhe probleme me lidhjen, dështonte për shkak teknologjive të vjetruara, mirë po tash me aplikacione të ndryshme kemi arritur që të kemi cilësi shumë më të lartë të zërit që vjen nga Kosova dhe nga Tirana, po edhe ioni që shkon atje, të jetë pothuajse të 3 studio të jenë pothuajse me një studio, nëse i dëgjon për jashtë nuk varet. Dhe kjo për mua ishte një kënaqësi e madhe me blerimin e RTK-s, realisht është producent atje dhe vazhdimisht gjatë tërë verës kemi punuar në këtë program që thjesht të kemi një emision i cili është për të përshëndetë dhe është i madh, pasi është një urë lidhse barë-shqiptare, do të thonë lidh 3 qendrat shqiptare në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, dhe kemi mysafir nga në të 3 studiot të cilët flasin për një çështje të përbashkët. Edhe kjo është për mua një krenari e veçantë dhe një mundësi që u ofrua tash me këtë shërbimin e ri, me një platformë digjitale e cila shumë më lehtë kryet puna edhe shumë më cilësore del. Më cilësore. Si e shihni të ardhmen e Radio Shkupit në vitet në vijim? E shoh teknikisht të përforcuar shumë më mirë, edhe pse kemi pas realisht premtime më herët se do të jetë ky vit i radios, mirë po shpresoj që definitivisht më një udhëheqësi do të vjen dhe do të investon edhe në teknologjinë e radios, që thjesht edhe ne si gazetar të ndjehemi të plotësuar më shumë në prodhimin që japim dhe thjesht pse jo mos të kemi mundësi edhe të shprehim edhe ide dhe kreativitete tjera me të cilat do të kemi impakt më të madh në publik. Në publik. Dhe në fund, Nezmetin, cili do të ishte mesazhi juaj, të themi për gjithë ata të rinj të cilët ndoshta kanë dëshirë për të punuar në radio, e dëgjojmë vetëm zërin, po si ju duket atyre radio, cili do të ishte mesazhi juaj? Kjo është shqetësia më e madhe e radios, ndoshta është edhe kjo ajo mrekullia më e madhe e radios, është në botë vete mund të themi. Se shumica thjesht ja dëgjojnë zërin moderatorit apo gazetarit, mirë po ndoshta në kryen e vet e imagjinon një njeri ndoshta thjesht me zërin që i jep, thot oj, kjo është shumë njeri, pale çfarë i madh, edhe kur vjen ballafaqohesh ndoshta drejt për drejt, po nuk kam imagjinu asnjëherë kështu me zërin që e ke realisht. Edhe kjo është ndoshta një e mirë
e lezetshme e radios, që thjesht ne japim informacionin, mi po i detyrojmë dëgjuesit që të na imagjinojnë nëse si jemi me zërin që kemi. Me zërin. Edhe i kisha uruar, domethënë, gjithë të rit, thjesht nëse dëshirojnë ata edhe e duan një punë, pavarësisht ndoshta edhe jo gazetar në radio, gazetar edhe në televizion, mirë po çfarë do pune që realizojnë, thjesht ta bëjnë me dëshirë dhe nëse e duan atë punë. Nëse nuk e duan, thjesht ta lënë dhe të provojnë diçka tjetër, se realisht kur e punon një punë që e don, nuk ndjen lodhjen e tepruar që ke, thjesht e ndjen kënaqësinë më shumë dhe kjo t'jep ymër. Realisht të rrit më shumë. Të rrit në punën, ashtu ju pyesin ndonjëherë dëgjuesit se si dukeni? Po, ka pas raste... Mesazhe ju shkruani? Po. Edhe tani më pse në rrjetet sociale mund të gjendemi shumë lehtë, por... Po, thjesht tash, po, në shohin edhe në rrjetet sociale, mirë po në kohën kur nuk ka pas rrjetet sociale, mbaj mend ishte kolegja Pendje Peza, e cila ka qenë spikere e kakmotshme në radio dhe ka pas një zë karakteristik. Dhe ajo, për shembull, ma tregoi një rast se kemi pas dëgjues nga vise të ndryshme të mashonisë dhe janë takuar shumë shkurt në parking rastësisht, dhe atje kur kanë fillu të diskutojnë, e kanë dëgju për zëri që është ti Pendje Peza, dhe këtë rast të kam imagjinu shumë ndryshe, këtë qenë ke shumë ndryshe. E ka njohur vetëm nëpërmjet zërit. Po, atash po, është në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, po ku diku, thjesht ta shkuaj në emrin Nexhmeti Shaqiri, Rejhane Meta dhe gjithçka del se kush jemi. Tash vetes ja kemi bërë sherin që kemi dalë realisht me dhënat e tona personale vazhdimisht në rrjetet sociale. Ndoshta kjo fatkeqësi ndoshta është edhe e mirë, po do të tregon kohën. Faleminderit shumë Nexhmedin që ndaje kohë pikërisht në televizion, në shtëpinë tonë. Po, kjo është shtëpia e përbashkët. Shtëpia jonë e përbashkët, kështu që neve nuk na ngelet gjë tjetër përveç se ti përshëndesim dëgjuesit, edhe shikuesit ju në radio dhe ne këtu në televizion nëpërmjet ekraneve. Të faleminderit edhe një herë që ndave kohë që të ishe pjesë këtu me mua Musafir në emisionin e Ritmi i ditës. Shumë faleminderit edhe për juve, keni qenë vazhdimisht krau jonë dhe vazhdimisht na keni përcjellë në ngjarje të cilat ne i përjetojmë realisht emocionalisht, pasi nuk është lehtë të punosh në një institucion ku 80 vite kanë kaluar gjenerata të ndryshme dhe figura të ndryshme si politike, kulturore e kështu me radhë. Të faleminderit edhe një herë.